Deri në fund të këtij viti parashikohet që termometrat me zhivë të hiqen nga përdorimi. Këto termometra kanë qenë një mjet tradicional për matjen e temperaturës, por për mbajtja e tyre e rrezikshme, zhiva, që përmban mërkur, paraqet kërcënime serioze për shëndetin e njeriut dhe ekosistemet. Largimi i tyre do të zvendësohet me termometra të tjerë, të cilët nuk përmbajnë lëndë të rrezikshme. Mërkuri kthehet në rrezik në momentin që një termometër thyhet. Si termometër në thelb, nëse e mban dhe e ruan, sepse ka njerëz që mbajnë dhe 20 vjet termometrin pa e thyer, nuk është i dëmshëm. Problemi është momenti që termometri thyhet. Dhe fëmijët e vegjël apo një grua shtatzan mund të ekspozohet ndaj avujve të mërkurit, sepse mërkuri është një substancë e cila është shumë volatile. Edhe në temperaturë ambienti, nëse ti je në një dhomë dhe nuk e ke të ajrisur dhomën, mjafton të kesh hapur kondicionerin ose jemi në verë, temperaturat janë të larta, mund të rrezikojmë një farë ekspozimi. Kështu që është mirë që termometra të paktën ose ti mbajmë siç duhet ose ti zvendësojmë siç ka bërë Europa me termometra të cilët janë pa mërkur, me galium, me indium ose me përzierje midis të dyjave. Gjithashtu të rrezikshme janë edhe në momentin që ne ndotim ambientin, sepse njerëzit e diskutojnë këtë pjesën, po çfarë na ndodh, ne e kemi mbajtur në dorë, ne nuk po diskutojmë për përthithjen nga lëkura, apo në momentin që gëlltitet. Sepse përthithja nga lëkura dhe përthithja nga mukozat është relativisht shumë e vogël. Problemi është avujt, ato janë problematike. Dhe ndotja e ambientit. Dikush e merr zhivën, luan me të dhe e hedh në lavaman ose e hedh në tualet. Ose mund ta marrë e merre flak në mbetjet. Ajo mund të denatyrohet nga baktere të ndryshme të cilat ndodhen në ambient, të cilat e kthejnë dhe metilojnë dhe e kthejnë një substancë e cila është mërkur i rrezikshëm. I rrezikshëm për ushqimin, i cili vërtet depozitohet në organizmin tonë dhe sjell pasoja. Pra ky është problemi me mërkurin. Për shkak të rreziqeve të saj, shumë vende kanë ndërmarrë masa për të hequr nga përdorimi termometrat me zhivë, duke i zvendësuar me alternativa më të sigurta, si termometra digital apo ata me alkool, që janë pa zhivë dhe miqësor me mjedisin.